që s'kam qef të them, po, unë kam një djalë, e paqa me ju malla me djali, është king çdo drejtim, jo se është djali im, është djali i sjellshëm, djali ur, djali punëtor, vetëm djalë që kam, po shoh ta nxjerr jashtë shtetit. A nuk është gjuna, do rri vetëm unë, ja, unë po shkoj dritë pamundurës. Ç'a të bëj? Nuk ka ardhmëri këtu më. Ç'a po bëjmë ne si popull? Mu m'vjen keq që e them, po durojmë gjithçka. S'kan lënë eksperiment pa botë ne këto që se them do të shprehen për këto politikanët, edhe ne prap heshtim, ne durojmë, ne nuk e kuptoj. E shoh që jemi të aftë i kundërvimi njëri tjetrit për gjona banale, edhe për gjona madhore, thjesht shtrojmë kurrizin. Kjo është fatkeqësi. Kjo është, sinqerisht është fatkeqësi. Po tallën e shiko, jemi në fushat. Shiko çfarë poshtërsish përdorin. Domethënë, del ai tallët haptas ai gjati si e ka ai që unë se duroj dot, se shoh dot. Jo se janë më të mirë tjerët. Fatkeqësisht ne s'kemi klasë politike, ne historikisht s'kemi pas. As edhe një herë që të thuash që ishte ky edhe ne si popull mbase si jemi dhe aq për durojmë shumë. Kjo është fatkeqësi. Durojmë gjona që s'duhet durojmë. Që s'duhet durojmë. Duhet zgjohet një herë ky popull. Duhet zgjohet, ka një kohë që janë tepruar katërciprisht. Katërciprisht po na hyn në jetë se kuptojnë, se kuptojnë. Unë të marr një shembull, thot ai u rritën pagat kaq. Kur nuk thot që u rrit çmimi kaq. Nëse rritet 5 lek paga, është rrit çmimi 50. Edhe kjo ka shumë vite, edhe shqiptarët, pastaj i ketë disa shembuj, që nga ajo koha e tij nanës që i thoshte, mos u zini ju dy, po ne s'duam buk, ujë tjerë. Shembull tipik i fatkeqësisë shqiptare, ose ai tha, po mirë, na mjafton pensioni, tha, 4% bëre qavë, tha, mirë, e kupton këto person, ose kjo që është një plak që tha, pensionistë tha, mirë janë tha, pra janë që... Ne e mësuar, pa të thëmë, shpja dalim në të dëmë ekonomikë. është lemeri, shiko, është diçka, që s'kam qef të them, po, unë kam një djalë, e paqa me ju malla me djali, është king çdo drejtim, jo se është djali im, është djali i sjellshëm, djali ur, djali punëtor, vetëm djalë që kam, po shoh ta nxjerr jashtë shtetit. A nuk është gjuna, do rri vetëm unë, ja, unë po shkoj dritë pamundurës. Ç'a të bëj? Nuk ka ardhmëri këtu më. S'ka ardhmëri. Ha sot dhe ha nesër, po qa? Larg syve, larg zemrës, ju keni vetëm një djalë, por në këtë aktualitet ju prap mendoni që ta largoni në emigrim. Sepse s'po shoh. Pa ta shpresë të këto të rejat, po këtu njëri na del me Sorosin, tjetri na del, pra, mbase janë edhe teprime, mbase janë edhe politika për të me njëri tjetrin. Por fakti që s'u bon gjithë bashkë herë kundra këtij që ka uzurpu gjithçka. Unë jam apolitik, nuk më intereson. Jam apolitik. Po e shoh që është. Po e shoh që na mbytën. Na kanë marrë frymën, asfiksi. Ja, këto mendime kisha. Mund të risha ditë natë flisnja, po